Mirë se vini në këtë analizë ku do të zhytemi thellë në një temë sa komplekse, aq edhe intriguese. Si funksionon në të vërtetë korrupsioni sistemik? Konkretisht, do të flasim për Shqipërinë. Duke u mbështetur në raporte dhe të dhëna ndërkombëtare, do të shohim se si një mekanizëm i tërë mund të lëvizë me kaq qetësi dhe përsosmëri, saqë shpesh kalon totalisht pa u vënë re. Nuk po flasim thjesht për atë rryshfetin klasik në rrugë. Jo, kemi të bëjmë me një inxhineri të vërtet institucionale. Pra, mendojeni pak këtë. Çfarë ndodh kur korrupsioni nuk është thjesht çështje e thyerjes së ligjit, por e shkrimit të tij? Kjo është pyetja që na mban të mbërthyer sot. Zakonisht kur themi korrupsion, na vjen në mendje një zarf me para që jepet fshehurazi, por të dhënat na tregojnë një nivel krejt tjetër lloje. Çfarë ndodh kur ata që përfitojnë nga burimet publike nuk kanë fare nevojë të shkelin ligjin, sepse ata e shkruajnë atë vetë. Ky është thelbi i vjedhjes së ligjëruar, diçka që e bën korrupsionin të merresisht të padukshëm, pikërisht sepse mbulohet me vula zyrtare. Për ta kuptuar si ngrihet e gjithë kjo arkitekturë, do të ndjekim 5 hapa. Do të nisim me kulturën e normalitetit, më pas te zinxhiri ushqimor i patronazhit, infiltrimi në shtet, pastaj shtegu përfundimtar i kapjes së shtetit dhe në fund ajo që na prek të gjithëve, kostoja e heshtjes. Le të fillojmë. Pjesa e parë, kultura e normalitetit dhe boshllëqet post-komuniste. Tani, për të kuptuar se ku jemi sot, duhet hedhur një vështrim pas. Rënja e një prej regjimeve totalitare më të egra në fillim të viteve 90 la pas një vakum të rrezikshëm institucional dhe pikërisht ky boshllëk formosi gjithçka që erdhi më pas. Në atë tranzicion të ashpër, shteti praktikisht nuk ofronte as shërbime e as siguri, dhe kështu lindi një lloj kulture zgjidhe vet. Raportet janë të qarta. Në mes të atij kaosi, zaptimi i hapësirave, ndërtimet e palishme dhe rryshfetet për shërbimet më bazike u kthyen në normë. Ishte pothuajse mënyra e vetme për të mbjetuar. E me që shteti toleronte këto veprime, sa kohë u shërbenin interesave politike të momentit, u krijua një mendësi ku shkelja e rregullit nuk ishte thjesht e pranueshme, por e domosdoshme për të mbaruar punë. Dhe këtu kemi një shifër vërtet tronditse, 90%. Kur skemat piramidale, të cilat u toleruan masivisht nga shteti, u shëmbën në vitin 97, ato morën me vete kursimet e jetës së plot 90% të familjeve shqiptare. Ky nuk ishte thjesht një kolaps ekonomik, ishte asgjësimi i plot i besimit të shteti. Sepse, imagjinoni pak, kur qytetarët shohin zyrtarët e lartë të pasurohen ndërkohë që ata humbasin gjithçka, legitimiteti i institucioneve zhduket totalisht, duke lënë terren të hapur për korrupsionin në çdo qelizë. Këtu arrim te pika kyçe, kontrasti mes asaj që shohim çdo ditë dhe asaj që nuk shohim fare. Nga njëra anë, kemi korrupsionin e vogël. Të dhënat tregojnë se rreth 7% e të ardhurave të biznesit mund të humbasin vetëm nga rryshfetet, pa përmendur këtu ato pagesat e detyruara në dorë për një vizitë në spital publik. Por nga ana tjetër, thellë në hije, atje ndodh transferimi vërtet, kolosal i pasurisë. Flasim për qindra miliona euro në kontrata koncesionare dhe ligje të bëra posaçërisht për të rishkruar rregullat e lojës. E vërteta është se ky korrupsion i madh e bën dëmin më të papariparueshëm. Kalojmë te pjesa e dytë, zinxhiri ushqimor i patronazhit. Me kalimin e viteve, e gjitha ajo kulturë informaliteti nuk mbeti thjesht një kaos, ajo filloi të organizohej. Le të futemi pak brenda anatomisë së këtyre rrjeteve që e kthyen këtë në një biznes fitimprurës. Raportet mbi krimin e organizuar theksojnë disa tipare unike që i bëjnë këto rrjete thuajse të patyeshme. Ato bazohen në një strukturë klanore, të lidhur shumë fort me gjakun. Disiplina brenda tyre është e hekurt dhe shpesh vërehet praktika e mbylljes endogamike. Me pak fjalë, martesat bëhen vetëm brenda organizatës për të siguruar që asgjë nuk del jashtë. Kur kjo strukturë tradicionale kombinohet me shtrirje moderne ndërkombëtare, krijohet një sistem ku besnikëria është e padiskutueshme dhe infiltrimi nga drejtësia bëhet gati i pamundur. Për ta bërë edhe më konkrete, le të shohim një rast të sjellë nga raporti i BTI në vitin 2024, atë të Elbasanit. Raporti zbulon saktësisht se si këto klane shtrihen rrënjët në zyrat e shtetit. Kemi një mekanizëm ku biznesmen të lidhur me rrjete të errta fitojnë tendera të mëdhenj, ndërkohë që familjarët e tyre emërohen në poste kyçe. Për shembull, babai drejtonte burgun, ndërsa e motra ishte vendosur drejtoreshe zhvillimit të territorit, pikërisht aty ku jepen lejet e ndërtimit, madje pa pasur asnjë lloj eksperience për atë punë. Është një cikël i mbyllur fantastik. Pjesa e tretë, infiltrimi në shtet
ose thëndryshe qeveria si pronë private. Kur rrjetet e paligjshme dhe administrata gërshetohen në këtë formë, kufiri mes shtetit dhe interesit të tyre zhduket. Institucionet nuk janë më për qytetarët, ato kthehen në asete personale, familjare. Po, si funksionon eksaktësisht ky filtrim? Ai ushqehet përmes një hierarkie financiare që ulëmtuesit e quajnë shkalla e rishfetit. Për ta ilustruar, imagjinoni një doganier të thjeshtë që pranon një rishfet. Ato para nuk mbeten kurrë vetëm në xhepin e tij. Një përqindje e paracaktuar kalon një shkallë më lart, tek ata menaxherët besnik të nivelit të mesëm, dhe në fund fare, pjesa thelbësore përfundon direkt në majën e piramidës politike. Është një makineri grumbullimi nga poshtë lart që financon qetësisht gjithë sistemin. Sigurisht, për ta mbajtur këtë makineri në punë, duhet kontroll total. Këtu hyn ai që njihet si sistemi plaçkës. Raportet evidentojnë një model që përsëritet vazhdimisht. Sa herë që ndrohen qeverit, ka një fshesë radikale, një spastrim masiv të profesionistëve nga administrata. Këta të fundit zëvendësohen shpejt me familjar dhe militant partijak, në dogana, polici, tatime e me radhë. Synimi vetëm nuk është i shërbehet popullit, por të garantohet që zinxhiri i rishfetit të mbetet i pathyer. Kjo grafik mbështetet në të dhëna shumë kokëforta dhe nxjerr në pa një detaj kritik. Ndryshe nga vendet e tjera ku korrupsioni mund të vijë nga kompania apo lobit e jashtme që blen influencë, këtu kemi diçka tjetër. Kapja e shtetit ndodh nga vetë elementët e brendshëm të politikës të shkrirë me krimin e organizuar. Ata nuk kanë nevojë ta ndikojnë shtetin, ata janë vetë shteti. Kjo e bën problemin tmerrsisht më të thellë për t'u zgjidhur. Pjesa e katërt, shtegu përfundimtar, kapja e shtetit. Ky është realisht niveli më i lartë, aty ku sistemi bëhet i errët, por njëkohësisht briljant. Këtu nuk ka nevojë të fshihet asgjë poshtë tavolinës, sepse vetë tavolina është gdhendur sipas interesave të tyre. Është kapje e shtetit me mjete krejtësisht të ligjshme. Transparency International ka gjetur emrin perfekt për këtë fenomen: ligjet me porosi. Po flasim për ligje të cilat hartohen me një qëllim super specifik. Ti japin miliona euro një kompanie apo individit të caktuar. Këto akte fshin prokurimet e hapura, asgjësojnë konkurrencën dhe miratohen pa bërë zë. Me pak fjalë, deputetët ulen dhe votojnë një ligj që merr asetet publike dhe u ajet direkt interesave private. Legalizimi plot i vjedhjes. Le të shohim këtë në praktik. Në sektorin jetik të shëndetësisë, raportet zbulojnë se çfarë ndodhi me koncesionin e hemodializës. Një kontratë e majme, 10 vjeçare prej plot 71 milion eurosh, i kalon në përduar një kompanie krejtësisht të panjohur në këtë fushë. E njëjta skem, e fikse, e njëjta praktik aplikohet edhe për koncesionet e sterilizimit. Njerëz apo biznese pa kurfar eksperiencë mjekësore gdhihen një mëngjes si menaxherët e buxheteve më të mëdha të shëndetësisë shqiptare. Ose të marrim një tjetër shembull tepër interesant, infrastrukturën kombëtare dhe krijimin e Air Albania. Aty parlamenti hartoi një ligj spesifik vetëm që qeveria të negocionte direkt kushtet me një kompani të huaj. Nuk pati asnjë garë, asnjë tender të hapur publik, asnjë mundësi për propozime të tjera. Gjithçka u mbyll brenda një kornize ligjore të ndërtuar enkas. Është vërtet shembulli frestomatik i ligjit të qepur sipas masës. Arrim kështu te pjesa e 5 dhe mbase më e rëndësishme për ne, kostoja e heshtjes. Të gjitha këto që sapo diskutuam, nga zarfit e sporteli doganës e deri te ligjet qindra milionshë në kuvend, nuk janë thjesht statistika. Ato nuk mbeten në letër, por përkthehen në një kosto teje të hidhur për shoqërinë. Dhe kjo faturë paguhet direkt nga xhepi ynë. Kapja e shtetit degradon asetet publike. Ne ngelem me një administratë të mbushur me njerëz jo kompetent, sepse diploma vlen më pak se besnikëria e partisë. Ne po përballemi me monopole që mbajnë çmimet e ushqimeve shumë të larta. Dhe e dini cila është pasoja më tragjike? Kur korrupsioni ha buxhetin e spitaleve apo të rrugëve, kjo kthehet literalisht në humbje jetësh. Për më tepër, lë pas një mal me borxhe që do ta paguajnë me taksa edhe fëmijët tanë. Për ta mbyllur këtë material, dua të ndaj me ju këtë citim nga raporti i Paktit të Stabilitetit. Lexojeni pak. As shteti dhe as policia nuk paraqesin problem. Mund të blesh politikan dhe nuk është e rrallë kur një udhëheqës i bandës punon në një institucion shtetëror. E rënd apo jo? Kur ligjet shkruan për të mbuluar gjurmët dhe kur bota e nëndeshme punon zyrtarisht për shtetin, mendoj se pyetja e vërtetë që duhet i bëjmë vetes nuk është nëse po përballemi me një sistem të korruptuar. Pyetja është, a është i gjithë ky sistem që nga dita e parë i dizajnuar për të qenë pikërisht i tillë? Mendojeni pak të deri në analizën tonë të radhës.